Zgjedhjet e 11 majit, SPAK thirrje qytetarëve denonconi krimin zgjedhor. Prokuroria e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit u ka bërë thirrje qytetarëve që të denoncojnë krimin zgjedhor. Në faqen e SPAK tashmë është një rubrikë titulluar Denonco krimin zgjedhor. Gjithashtu në këtë faqe qytetarëve u shpjegohet se si kryhet kallëzimi online, bashkangjitur me udhëzimet konkrete. Kujtojmë se për zgjedhjet e 11 majit që do të zhvillohet një bashkëpunim ndër institucional për parandalimin e krimit zgjedhor mes Prokurorisë së Përgjithshme, KQZ-s, Policisë së Shtetit dhe organizmat ndërkombëtar.